Unë jam Iliri. Puna ime e parë ka qenë kamarier. Rreth viteve 2004-2005 punova në një bar të vogël në Tiranën e Re. Aty kuptova se çfarë është puna dhe çfarë do të thotë tu shërbesh të tjerëve. Që nga ai moment deri më sot nuk jam dalur asnjë çast. Ka patur ditë, muaj që kam bërë 2, 3 deri në 4 punë njëkohësisht. Prandaj sot erdha në Belik Agroturizëm për të punuar 2-3 orë thjesht për nostalgji të punës time të parë. Ju bëft mirë. Se harrova, shkruaj në koment cila ka qenë puna jote e parë dhe mos ki turp nga puna.